Sulmuesi kombëtares shqiptare Myrto Uzuni u vu në qendër të vëmendjes së mediave pasi në rrjetet sociale qarkulloi një video ku ai shihet gjatë dasmës së motrës së tij duke hedhur para. Shumë komentuese kritikuan këtë veprim të tij, duke konsideruar si të papërshtatshëm këtë gest për një futbollist. Për të shmangur keq interpretimet, Uzuni bëri një reagim shumë të gjatë në Instagramin e tij, duke u shprehur se hedhja e parave ishte pikërisht për shkak të një momenti gëzimi familjar shumë të madh dhe ishte për të shprehur mirënjohje ndaj familjes së tij, e cila e kishte mbështetur atë që në fillim të karrierës. Ndër të tjera, Uzuni tha se pavarësisht çdo veprimi të tij, të mirë apo të keq, njerëzit do ta gjejnë gjithmonë një arsye për ta komentuar dhe kritikuar. Ai u shpreh se kurrë nuk i ka shpenzuar parat në mënyrë të pamenduar, por ishte thjesht për të shprehur gëzimin për ditën më të lumtur të motrës së tij. Ndërkohë lind pyetja, a duhet të vazhdojë tradita e hedhjes së parave në dasma? Komentoni më poshtë.